Selam aleikum të ndëruar shikues të podcastit të Miftinisë të Tovës, reflektimet e Ramazanit, 29 ditë, 29 mesazhe. Kemi cekur në ligjëratat e mëhershme sepse domethënë se Ramazani nuk është vetëm përfitim fizik, është përfitim shpirtëror dhe ka shumë përfitime të tjera. Një ndër përfitimet të cilët do të flasim sot që i ka muaji i bekuar Ramazanit janë edhe përfitimet shëndetësore përfitimet e trupit, detoksifikimi i trupit e kështu me radhë, gjërat pra proceset të cilat ndodhin me organizmin tonë gjatë agjerimit. Unë nuk do të zgjatem më shumë fjalimin tim pasi që sot këtu kemi mysafir, njeriu adekuat i cili do të flasë për këtë çështje. Pra sot kemi mysafir, doktorin e nderuar Artani Bish. Doktor, selam aleikum dhe mirë se erdhët. Aleikum selam, mirë se gjeta. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të marr pjesë në këtë emision shumë dobishëm si për shikuesit tuaj ashtu edhe për gjithë opinionin ton anë mban. Faleminderit, kënaqësia është e jona. Doktor, kështu, çfarë përfaqëson Ramazani për ju si mjek? Do të thonë për te aspektit fetar. Ta lëmë aspektin fetar anosh. Sot do të flasim vetëm për çështjen e shëndetit. Për ju si mjek, çfarë përfaqëson Ramazani? Si mjek, Ramazani në përgjithësi dhe agjerimi në veçanti paraqesin një periudhë ku trupi rregullon balancin e trupit dhe mendjes dhe kjo paraqet një proces shumë të rëndësishëm për organizmin sepse rregullon të gjithë proceset apo le të themi trupi kalon nga një gjendje e cila është shumë le të themi nga një gjendje ku ne jemi shumë të stresuar, vazhdimisht stili jetës është i shpejtë dhe ham ushqime shumë të le të themi ushqime të shpejta dhe kjo ka një ndikim negativ mbi trupin e njeriut. Por gjatë agjerimit ose le të themi gjatë Ramazanit ky stil jete arrin të ngadalësohet dhe automatikisht trupi i rikthen një farë lloj balanci në këtë aspekt. Agjerimi për mendimin tim është diçka shumë pozitive për të gjithë njerëzit sepse krijohet një gjendje le të themi abstinence ndaj ushqimit ku trupi mundohet të rigjenerojë disa nga pjesët e tij siç është programuar edhe biologjikisht të ndodh kjo. Do sikur merr një pauzë trupi nga gjithë këto ngarkesa që japim çdo ditë ne pak a shumë merr një pauzë, por e cila ka një ndikim pozitiv në trupin e njeriut. Ka disa studime të caktuara, të cilat e kanë përkrahur shumë agjerimin dhe një ndër ato është një shkencëtar japonez i cili prej vitit 1993 deri në vitin 2016 ku punon në këtë aspekt për procesin e fasting, i thonë anglisht, proceset e agjerimit. Abstenimit. Ka disa lloje abstinencës të ndryshme se si i praktikojnë njerëzit. Dhe kjo në vitin 2016 ky shkencëtar merr çmim Nobel për këtë aspekt. Domethënë ka diçka shumë të dobishme kur trupi është në atë gjendje. Çfarë ndodh me trupin e njeriu gjatë agjerimit prej syfirit deri në iftar? Do mundohem të shpjegoj në mënyrë sa më të thjeshtë që të jemi qartë për të gjithë. Trupi i njeriut, do mundohem të shpjegoj në aspekt kronologjik. Domethënë trupi i njeriut si energji e shfrytëzon sheqerin që e kemi në gjak. 3-4 orët e para, domethënë pas syfirit, trupi shfrytëzon sheqerin aktual që e ka në gjak dhe kjo në ato momente trupi është domethënë ende në gjendje ku ka energji mjaftueshëm, ku ka përqendrim si duhet dhe nuk ndjen uri. 6 deri 8 orë mas syfirit, domethënë momentin që kemi ndërprer konsumimin e ushqimit, trupi fillon të përdor sheqerin i cili është i depozituar në muskuj dhe në mëlçi. Dhe kjo, domethënë kalimi i kësaj gjendje, domethënë prej një gjendje ku shfrytëzohet sheqeri aktual në gjak, në gjendje ku shfrytëzohet sheqeri i cili është i deponuar, në këto momente, domethënë trupi fillon të ndjej urinë dhe të ulet përqendrimi i mendjes dhe pak a shumë trupi ndihet i plog, është i lodhët. Por kjo kalon shpejt pasi kjo gjendje nuk zgjatën shumë dhe në orën 10 dhe 12 të agjerimit, trupi domethënë fillon të shfrytëzojë yndyrnat si burimi i dytë apo burim rezervë i energjisë, domethënë përdorem yndyrnat për të krijuar energjinë dhe në këto momente domethënë trupi fillon të ngadalësoj proceset metabolike dhe kjo automatikisht nuk, domethënë këto momente më trupi vetë se nuk ndjen shumë lodhje dhe nuk ndjen uri, automatikisht fillon të përgatitet sikur të themi për një gjendje më të qetë. Prandaj besoj se kështu, domethënë gjatë eksperiencës, domethënë secili prej neve që e përjeton atë, domethënë ne kemi vërejtë se para iftarit ndihemi më të qetë, më kështu, le të themi më shumë durim.
Faleminderit. Si ndikon agjerimi në sistemin tretës, do të thonë dhe stomakun, dhe a luan rol, do të thonë, agjerimi në rregullimin e metabolizmit dhe peshës trupore? Do të thonë, ndikim të madh ka shumë agjerimi, sidomos në sistemin tretës, sepse është sistemi i parë i cili preket gjatë kësaj periudhe, do të thonë kur jemi agjërueshëm ne nuk konsumohet ushqim dhe automatikisht do të thonë kemi hapësirë që trupi të rigjenerojë sistemin tretës. Çka do të thonë kjo? Ulet niveli i acidit gastrik i cili tajohet gjatë kur ne konsumojmë ushqim, momentin që ne nuk konsumojmë ushqim, i japim mundësi sistemit tretës që të rigjenerojë veten, sepse trupi funksionon në atë mënyrë ku gjatë gjithë kohës është në rigjenerim të vazhdueshëm. A ka ndikim në proceset metabolike? Patjetër se ka, për shkak se ulet niveli i insulinës dhe me uljen e nivelit të insulinës, do të thonë automatikisht shumë procese vetveti u rregullohen dhe kjo përmirëson shumë atë sistemin tretës në organizëm. Metabolizmi automatikisht, do të thonë ne momentin që kemi nivel të ulët të insulinës, do të thonë trupi është në gjendje më të qetë dhe rritet ndjeshmëria ndaj insulinës, që kur të konsumojmë pastaj ushqim, insulina të bëj punën e vet më mirë. Pyesim shpesh, do të thonë, ne sidomos ka njerëz apo besimtarë që na ndëgjojnë, kanë probleme me sheqerin, me yndyrnat e gjak, kolesterolin, tensionin e kështu me radhë. Do të thonë, si ndikon agjerimin, do të thonë, këto nivelin e sheqerit në gjak, kolesterolit, tensionit? Siç e shpreh më herët, këtu do flas në dy kategori. Flasim për njerëzit e shëndosh, dhe më thonë rregullimi i sheqerit në gjak të njerëzit e shëndosh, do më thonë agjerimi ka ndikim pozitiv, për shkak siç e ceka më herët, sepse rregullimi i insulinës ka rol shumë të rëndësishëm, do më thonë, dhe rritja e ndjeshmërisë së insulinës. Rregullohet, do më thonë, tek njerëzit të cilët nuk janë diabetik, nuk kanë smundje kronike, do të thonë nuk janë kategori e veçantë, janë njerëz të cilët janë të shëndosh, tek to ndikon shumë pozitivisht. Dhe po ashtu, do të thonë, siç e shpreha më herët, procesi i yndyrnave, do të thonë trupi kur është agjërueshëm shfrytëzon yndyrnat për energji. Në këtë rast, me rastin e yndyrnave, shfrytëzohet energjia, le të themi, siç e quajmë, siç e njeh populli, energjia yndyrna e keqe, do të thonë shfrytëzohet gjatë asaj periudhe dhe automatikisht rregullohet edhe në niveli i yndyrnave në gjak. Kemi parë raste për shembull ku janë bërë analiza laboratorike te personat para Ramazanit për nivelin e yndyrnave në gjak dhe pas Ramazanit kanë pas përmirësim të dukshëm tek pasqyra e gjakut. Dhe pyetja tjetër më duket se ishte për çështjen e tensionin e gjakut dhe zemrës, po. Po ashtu tek njerëzit e shëndosh, do të thonë zemrës shumë i konvenon kur trupi është në gjendje më të qetë. Çka do të thonë, kur nuk konsumojmë ushqim, niveli i metabolizmit, do të thonë, bie, do të thonë qetësohet trupi pak më shumë dhe ky qetësimi konvenon shumë zemrës dhe enëve të gjakut, për shkak se ulet edhe tensioni normalizohet, po edhe zemra punon më pak për shkak se nuk ka shumë energji për të tretur ushqimin e kështu, nuk shfrytëzon shumë energji për të tretur ushqimin e kështu me radhë. Nuk ka presion me fjalë tjera. Është në gjendje pak më të qetë. Do të thonë, kush janë kategoritë e personave? Ka disa njerëz të cilët nga dëshira e madhe për ta agjëruar, do të thonë shpesh kundërshtojnë edhe doktorët, do të thonë te pjesa, flasim njerëz që kanë probleme shëndetësore, smundje kronike apo diçka tjetër, cilët janë ato kategoritë të personave të cilët duhet të kenë kujdes, duhet të konsultohen me mjekët dhe duhet të ndëgjojnë mjekët, se problemin më të madh e kemi, konsultohen me mjekët, por nuk i ndëgjojnë mjekët. Cilët janë ato persona të cilët duhet të konsultohen dhe të ndëgjojnë mjekët në këtë aspekt? Atëherë kështu, mjekësia nuk është shumë e generalizuar, do të thonë është speciale. Për ty është ndryshe, për mua është ndryshe, folim me aspektin mbas gjendjes të cilës ti shëndetësore të cilën ti e gëzon. Unë shpresoj që të gjithë ndjekësit e tu do gëzojnë shëndet të plotë që të mund ta mbajnë muajin e Ramazanit, sepse është diçka shumë ka vlera shumë të madhe, edhe sentimentale po edhe fizike. Mbi të gjitha mendoj se çdo njeri duhet të konsultohet me mjekun e vet për gjendjen se a mund apo nuk mund ta agjërojë. Por mendoj se nuk duhet të agjëroj dikush në kurrizë të shëndetit. Çka do të thonë kjo? Mendoj se edhe vet Islami e lejon ato që nuk mundet ose nuk preferohet që të agjërojë, qoftë i smur apo është grasht azan apo kanë njerëz probleme me smundje të ndryshme, nuk preferohet që ato persona të agjërojnë. Pse? Për shkak se siç e theka më herët, njerëzit të cilët kanë smundje kronike, ato do të marrin terapi të rregullt.
dhe anashkalimi i asaj terapie ka pasojë më afatgjate dhe më të rënda të cilat nuk kanë dobi për pacientin në asnjë aspekt. Besoj se edhe vetë Islami këto rastet i ka të lejuar dhe mendoj i ka të kanë domethënë opsione të tjera për shpagimin e obligimit. Besoj se nuk duhet që agjërimi të kalojë në kurriz të shëndetit të pacientit, sepse kjo nuk është në rregull. Por edhe në Islam çdo gjë e cila dëmton shëndetin e njeriu, e dëmton njeriu, është ndaluar për njeriu. Dhe pastaj kjo pjesa tjetër, domethënë, ka opsion të dytë për ta pastruar atë obligimin, por duke ruajtur shëndetin. Domethënë, ka mënyra të tjera. Andaj, domethënë, mjekësia dhe Islami gjithmonë shkojnë në vijë njëra me tjetrën. Besoj se ai impulsiviteti që kanë njerëzit për të agjëruar. Domethënë duhet të krijojnë një farë lloj balansi në mes mendjes dhe trupit që ta shohin se domethënë nëse se pavarësisht se mendja dëshiron shumë në atë rast, por trupi nuk mundon, besoj se duhet të ketë një farë lloj koordinimi i mendjes dhe trupit që të ketë një farë edhe ai agjërimi të ketë një farë lloj kënaqësie, por njëkohësisht pa dëmtuar edhe shëndetin. Fungjat përderisa e dëmton trupin dhe ke vështirësi gjatë agjërimit, ku mbeti kënaqësia e agjërimit, lere më ibadetit si adhurim, kënaqësia shpirtërore, por edhe çfarë përfitimesh kemi nëse dëmtojmë trupin tonë përderisa agjërojmë. Doktor, cilat janë gabimet më të shpeshta që bëjnë njerëzit gjatë iftarit dhe syfirit? Agjërimi, për të kompletuar, domethënë ajo periudha e abstinencës që përmendëm më herët, duhet që të respektohet po ashtu edhe përgjatë agjërimit, kur jemi agjërueshëm, po edhe gjatë kohës kur ne jemi të lejuar të hamushim, për shkak se për ta kompletuar atë dobinë më të madhe të agjërimit, ne duhet të krijojmë, domethënë duhet të kemi kujdes edhe me ushqimin jashtë, domethënë kur nuk jemi agjërueshëm. Çka do të thonë kjo? Vaktet duhet të jenë më të shpeshta. Domethënë gjatë iftarit mundohemi maksimalisht që të ham ushqim më të lehtë spari, sepse ajo është një domethënë nëse ham ushqim shumë të rëndë, me shumë yndyrna, me shumë kryp, gjatë domethënë momentin e parë që ne prishim Ramazanin, domethënë çelim iftar, atëherë domethënë i vjen një lloj shok shumë i madh organizmit për shkak se duhet shumë njëherë të tajojë të gjitha enzimet e nevojshme për ta tretuar atë ushqim. Dhe mendoj se edhe vetë kjo nuk është ideja e agjërimit, për shkak se ne gjatë agjërimit duhet të jemi të kujdesshëm edhe kur jemi agjërueshëm, por edhe gjatë momentit që domethënë që ham ushqimin që konsumojmë, që të marrim dobit më të mëdha të Ramazanit. Kjo është pika e parë, domethënë të mundohemi të ham ushqim më të lehtë, sidomos në iftar, dhe domethënë pika një ndër gabimet më të mëdha që e bëjmë shumica prej neve është se nuk konsumojmë ujë mjaftueshëm gjatë periudhës prej iftar deri në syfir. Trupi ka nevojë shumë për ujë, dhe një dehidrim i vogël që ndodh, që është shumë normale, domethënë në momentin që ne jemi agjëruar nuk konsumojmë ujë disa orë, është shumë e rëndësishme që ai ujë të konsumohet dhe ato rezerva të plotësohen jashtë, domethënë kohën kur ne jemi të lejuar të konsumojmë, të ham dhe të pijmë. Kjo është pika shumë e rëndësishme sepse ujin duhet ta zëvendësojmë shumë mirë gjatë asaj periudhe. Shumica e njerëzve mundohen që ta plotësojnë nevojën e kafes, ta plotësojnë nevojën e sheqerit, ushqimeve tjera, por ujin e harrojmë. Domethënë i udhëzoj të gjithë, domethënë i këshilloj të gjithë që të konsumojnë ujë maksimalisht gjatë periudhës që kemi hapësirë të ham dhe të pijmë. Dhe po ashtu domethënë ta konsumojnë edhe syfirin, sepse tashmë është bërë, mendoj, kjo feja gjithmonë e ka propozuar që të çohemi në syfir dhe të konsumojmë syfirin, po shumica e njerëzve për X arsye nuk e bëjnë këto. Sugjeroj të gjithë ata që të munden që të hanë syfirin, për shkak se Ramazani nuk është një ditë, është disa ditë, është një muaj, dhe ndoshta ne kemi hapësirë që të gjithë disa ditë ta shtyjmë pa syfir, por kur vjen koha mandej na vështirësohet gjendja. Domethënë që të jemi në gjendje më të mirë të shëndetit, të gëzojmë shëndet plot edhe gjatë Ramazanit, domethënë do të ham edhe syfirin, edhe iftarin t'i ham dhe të konsumojmë ujë maksimalisht, por kemi kujdes që mos e teprojmë një herë, domethënë me një vakt. Të mundohemi të ham porcione më të shkurta dhe më të shpeshta. Do të tham e përdorim ne shpesh e ka pak. Ashtu. Edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë për vlerën e syfirit, qoftë edhe një gotë ujë, të paktën një gotë ujë. Vazhdojmë me pyetjen tjetër, doktor. Sa është i rëndësishëm, domethënë, syfiri nga pikpamja mjekësore?
Syfiri shumë e rëndësishëm për shkak se është pika e fundit kur ne konsumojmë ushqim gjatë periudhës që na pret, domethënë abstinencës nga ushqimi më andej. Pse është kjo? Për shkak asaj kronologjisë që e shpjegova në fillim, sepse domethënë ora kur ne kemi konsumuar ushqim do të jetë sa më afër orës kur do konsumojmë ushqim. Dhe jo të jetë për shembull në ora 12 kemi ngrënë, kemi pirë diçka dhe pastaj të jetë në ora akşam i ardhshëm të jetë ora kur do ham. Domethënë sa më shkurt të jetë koha, domethënë prej momentin që ne kemi bëjmë, domethënë e nisim Ramazanin deri në momentin kur do çelim Ramazanin, domethënë është shumë e rëndësishme për shkak se ndryshon e gjithë kronologjia se ne si e konsumojmë ushqimin. Në aspektin mjekësor, kjo është e rëndësishme për shkak se domethënë kemi glukosë në gjak. Momentin që ne kemi sheqer në gjak, domethënë trupi mund ta shtyjë më gjatë agjërimin dhe mos ndjej lodhje, për shkak se nuk shumica e njerëzve janë me punë dhe nuk mundesh çdo ditë të shkosh në punë pas nivelin e duhur të sheqerit në gjak, për shkak se masandej vijnë probleme tjera të cilat nuk ke energji, nuk ke përqendrim, mund ndodhin gabime të tjera. Domethënë, ideja është që të konsumohet ushqim sa më vonë që të mundemi që ne të kemi sheqer në gjak gjatë ditës që të mund të krijojmë obligime të tjera. Kemi energji gjatë ditës. Një pyetje që shpesh e bëj vetes, jo vetëm unë, po besoj edhe shumë njerëz të tjerë, besimtarë të tjerë, gjithmonë ne para Ramazanit e bëjmë një jetë do të humbim peshë gjatë Ramazanit. Do ta shfrytëzojmë Ramazanin për veç vetive tjera, të cilat i ka si Ramazan, do ta shfrytëzojmë për të humbur peshë maksimalisht. Dhe në fund të Ramazanit, domethënë jo vetëm që nuk humbim peshë, por ndonjëherë edhe shtojmë peshë. Ku është problemi? Çfarë bëjmë gabim? Atëherë kështu, Ramazani ndikon në rregullimin e metabolizmit dhe ndikon edhe në humbjen e peshës. Mirë, po nuk është dietë dobësimi. Këtu kemi problemin. Ramazani nuk është dietë dobësimi. Për mendimin tim, njeriu nëse ka kujdes në ushqyerje dhe ushqehet me nevojë dhe jo me impulsivitet, domethënë jo sa të kërkon trupi, jo sa të kërkon ajo oreksi, po han ato gjëra që janë të nevojshme, atëherë domethënë mendoj se trupi automatikisht do humbje peshë. Çfarë ndodh gjatë Ramazanit është se gjatë kohës kur jemi agjërueshëm ne domethënë personat të cilët janë më obez kam problem me sheqerin në gjak, këtë që përmendëm, domethënë me glukozën në gjak, dhe atyre u kërkon më shumë niveli i tolerancës së glukozës në ato raste, domethënë ato persona kërkojnë më shumë sheqer në gjak. Dhe në momentin që ne çelim iftar, atëherë ato persona konsumojnë më shumë sheqer, konsumojnë më shumë ëmbëlsira dhe kjo automatikisht ndikon negativisht në planin që është për shembull le të themi për dobësim. Pse nuk dobësohemi për shkak se ato persona han po të njëjtin ushqim, po të njëjtat i marrin po të njëjtat vlera nutritive sa edhe kur nuk është Ramazani, vetëm se ideja është se e ndajnë në një afat pak më të shkurtë. Vetëm se dallon koha ushqimit. Dhe kjo nuk ndikon pozitivisht. Për të pasur Ramazani dobi edhe në rregullimin e metabolizmit, edhe në dobësim, duhet që edhe vaktet që i ham të kenë kujdes të jenë të mbushura me fibra, të mbushura me ushqime të shëndetshme dhe jo me yndyrna, me gjëra të rënda dhe sheqerna të cilat nuk janë të dobishme për shëndetin. Domethënë ligji është i njëjtë, si para Ramazanit, si gjatë Ramazanit, më pak ushqim të dëmshëm. Po, ashtu është. Faleminderit. Për në fund, doktor, çfarë mesazhi përfundimtar do të jepni dëgjuesve lidhur me Ramazanin dhe shëndetin? Unë mendoj se agjërimi është një pjesë shumë e rëndësishme e jetës tonë, qoftë pjesa sentimentale, qoftë ajo e trupit, më thonë ruajtja e balancit të mendjes dhe trupit është shumë e rëndësishme dhe Ramazani ka një ndikim shumë të madh në këtë. Ajo se çfarë mua më pëlqen personalisht për Ramazanin është se krijon një farë lloj durimi, le të themi, të cilën nuk e kemi jashtë Ramazanit dhe kjo është shumë e rëndësishme, domethënë forcon përveç se forcon trupin me aspektet që përmenda më herët, forcon gjithashtu edhe mendjen dhe të krijon një lloj ndjenje e cila është vetë forcim ose le të themi vetë një disiplinë shumë e rëndësishme, domethënë që të marrim atë që duam, por të marrim në kohën e duhur dhe jo të marrim para se, domethënë na mëson edhe durimin, na mëson edhe na stërvit edhe mendjen dhe ka një impakt shumë pozitiv. Unë inkurajoj të gjithat ata të cilët duan të agjërojnë që të mbajnë agjërimin dhe gjithashtu personat të cilët janë në dilema apo kanë probleme shëndetësore, shpresoj mas pari mos kenë. Por ata të cilët kanë të konsultohen me mjekët e tyre, kjo është shumë e rëndësishme, dhe mos shkojnë kundër rekomandimeve të mjekëve, për shkak se
mund të ketë thënë dikush ashtu apo dikush këtu, prapë për shëndetin tënd je përgjegjës Çdo ti kush po personalisht, përshëndet ne. por gjithashtu edhe mjeku yt i cili të jep këshillat mbas gjendjes të cilën e ka parasysh gjendjen tënde shëndetësore. Shpresoj që në këtë muaj secili prej nesh të marr më të mirën të nxjerr më të mirën nga ky muaj dhe të nxjerr më të mirën nga vetja dhe të jetë që të mund t'i marrim të gjitha dobit që na ofron ky muaj. Ti jemi sa më produktiv. Doktor, të falenderoj shumë që ndajte kohë për këtë emision, që ishit pjesë e këtij emisioni dhe për këshillat, me të gjitha këshillat që na i dhe. Dhe njëkohësisht i ftoj edhe ndëgjuesit që ti ndëgjojnë sa më shumë mjekët, sepse në fund të fundit çdo kush është përgjegjës për shëndetin e vet. Ditën kur do të japim llogari përpara Zotit për vetveten tona, për shëndetin ton, nuk do të jap llogari as mjeku as kush tjetër, por do të japim vetëm ne llogari për vetveten ton. Doktor, edhe një herë të falenderoj që ishit pjesë e këtij emisioni. Faleminderit edhe juve. Zoti ju shpërbleft. Faleminderit. Të nderuar shikues, ndëgjuam këshilla të ndryshme nga mjeku jon i nderuar. Ndëgjoni mjekët tuaj. Ramazani nuk është vetëm çështje ibadeti dhe të rrezikohet shëndeti. Ramazani është të gërshëtohen të gjitha virtytet dhe mirësitë që mund të nxjerrim nga ai, në aspektin shëndetësor, në aspektin moral, në aspektin shpirtëror dhe në aspektin fizik. Andaj të konsultohemi me mjekët tanë për çdo parregullsi që kemi dhe të konsultohemi me mjekët tanë për çdo problem që mund të kemi gjatë muajit të Ramazanit. Fundja qëllimi është i njëjtë, që të dalim të shpërblyer dhe sa më shumë përfitime në muajin e Ramazanit. Deri në podcastin e ardhshëm, ju lëm në mëshirën e Allahut xhaleshanuhu. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.